Kam një bebe 2 muajshe me qumëshgjiri, cili më tepron, ka raste kur e hudh, me që kam një vajzë më të madhe. A mund t'jap një pjesë asajt, edhe pse ka 6 muaj që e kam darë nga gjiri? Si qëndron puna në aspektin fetar, me që ka gojdhëna, që nëse jap qumëshgjiri pasi ja kam larguar kur tritet, do të merret mësysh. Kjo e nisi nga fundi, pastaj fillim ka pyetje nga fillimi. Ajo gojdhënat nuk kanë bazë. Do ato gojdhëna që ti të nësi jep qumëshgjiri mas 6 muajsh se ke nda, do të marrim sysh në të ardhmen, kjo nuk ka asnjë bazë në fe, as në Kur'an, as në sunetin e Profetit alayhis salam. Thjesht kjo është gojdhënat e njerëzve. Dhe gojdhënat e njerëzve nuk merren për bazë. Nuk merren për argument. Ka shumë gojdhëna njerëzish, të cilët njerëzit i përdorin në jetën e përditshme, mirë për fatin tonë të keq, disa i besojnë dhe nuk duhet të besojnë. Allahu subhanahu xhela xhelal shumë qartë thotë në Kur'an, pyesni njerëzit që dinë nëse nuk dini. Kështu që tilla gojdhëna nuk ka bazë as në Kur'an, as në sunet, gjë që nuk është e vërtetë. Ne dim që mësyshi është hak, mirë por në këtë rast që thotë do marrim mësysh mas kaq muajsh se e kam ndarë prej gjirit, dhe nëse i jap prap qumësh mas 6 muajsh, mbasi e kam ndarë, do marrim mësysh, nuk ka bazë. Tani, ai qumësh që i tepron asaj nane, do thonë fëmia që e kanë gjë, unë nuk e di vajzën se sa fëmin tjetër se sa e ka, nuk e ka sqaruar. Mirë po, nëse është edhe ajo vajza e vogël dhe tepron qumshi i gjirit, i del fëmis që e kenë gjë, dhe tepron ai qumshi tjetër, dhe ti do t'ja japësh vajzës e cila ke 6 muaj që e ke nda, dhe ajo vajzë e pi, nuk ka asnjë gjë ndalesë këtu. Mundet. Vallahi din më smiri. Nuk ka ndalesë. Nëse e merr edhe e pin vajza, nuk është problem. Ndërsa ajo 6 muaj nuk është shumë ndarje e gjatë faktikisht.